Strehimorja për viktimat e dhunës në familje, e cila në Gostivar funksionon për gati një vit, ku gratë e dhunuara marrin ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme, është bërë vend i shpresës për shumë gra dhe vajza, të cilat përpos shpëtimit nga dhunuesit i rikthehen jetës normale duke u pavarësuar dhe shpesh edhe me punë stabile. E drejtuar nga Qendra për të drejtat e grave Etika në Gostivar, ajo është e para dhe e vetmja e këtij lloji në rajonin e Pollogut dhe ka kapacitet për të akomoduar 8 persona. Drejtuesja e kësaj qendre, Sebajet Zenku, thekson se aktualisht kanë 3 gra të strehuara me fëmijë, por numri i tyre ndryshon vazhdimisht, thekson ajo. Strehimorja jonë për momentin ka kapacitet për 8 persona, kështu që për momentin mendoj që i plotësojmë nevojat, pasi që numri i tyre gjithmonë lëviz, është në lëvizje, nuk është një grad vind do të qëndrojë një muaj, 2-3 dhe mbas që gjejnë u agjem një lloj zgjedhje, ato vazhdojnë jetën më të tjerë. Kështu që gjithmonë zëvendësohen me të tjera. Përveç strehimit me viktimat pranë kësaj qendre punon edhe një ekip profesional psikologësh, pedagogësh dhe punonjësish social. Qëllimi është që ato të rehabilitohen, të gjejnë forcën dhe të rikthehen sërish në jetën e tyre normale. Në të njëjtën kohë, në bashkëpunim me institucione të tjera, aty gratë viktima nga dhuna në familje ndihmohen të gjejnë punë që të pavarësohen financiarisht. Strehimorja jonë nuk është vetëm për të strehuar gratë. Mendoj ne i strehojmë ato në momentet më të rrezikshme të tyre, por qëllimi jonë kryesor është që ne me ta të punojmë në rehabilitimin e tyre, në rikthimin e tyre në jetën e përditshme. Gjithashtu, ekipi jonë i specializuar që punon me ta, kemi psikolog, punëtor social dhe pedagog, punojnë që ato përpos që të gjejnë fuqinë në veten, të mundsojmë edhe të gjejnë një punë që të mund të vazhdojnë jetën si të pavarura, jashtë dhunës, jashtë persone që i dhunon. Brenda gati një viti aty janë strehuar shumë gra me fëmijët e tyre, një pjesë tashmë kanë pavarësi të plot, kurse një pjesë kanë vendosur fatkeqësisht t'i kthejnë jetës së mëparshme. Mund të them se në këtë periudhë prej gati një vjet ne kemi arritur të strehojmë dikun mbi 20 gra me fëmijët e tyre. Shumica nga ta janë për fat të keq, disa nga ta kanë vendosur të rikthehen jetës së mëhershme, por një numër i mirë i tyre ka vazhduar jetën si e pavarur, duke pasur përkrahjen tonë dhe të institucioneve tjera. Për të strehuar dhe për të marrë shërbimin të kësaj strehimoreje, kompetentët i sugjerojnë viktima që së pari të drejtohen në qendrën për punë sociale apo në polici, ndërsa strehimi mund t'u zgjasë nga 3 muaj deri në 1 vit. Nëna që kanë fëmijë që janë viktima të dhunës, po strehimit personal në strehimore mund të marrin edhe fëmijët e tyre, të cilëve nuk u ndërpritet asgjë nga jeta paraprake, sikurse shkollimi.